E kam bo ashtu si që duhet, si që ma kam su nona ime, e thjesht edhe shumë e shishme. Të dashun ndjekës, sot do dalë ke Fërgesa Tiranës, është vap, janë gatime të shpejta, se në verë kështu duen, tak fak. Unë do t'a bëj në mënyrën e familjes time, që përdorë në shtëpi, do hudhim vojnë, po jo gjithmonë të teprum vojnë, do e lejmë të nxehet, aq sa të duket që tashti po fillon me dalë tym. Speci në nxehtësi të fortë, ja. Specat nuk i du të mbej, i du gjithmonë me format e vogla, po kryqë originale, dhe i s'kur ka më shije i vogli. I kam lonë me bisa, i kam hejtë vetëm i qik nga bisi, me gërshonën e nishit, dhe për efekt se Tiron të përpara me bisa i leni, se përgesën e lynin me qatë, se gjithmonë përgesa është jo qeti, nuk është se të musim të nxeren me përgesa, ajo hajt me lezet, dhe neve bishti, e kapet speci nga bishti, është tamam që t'i piruni dhe i hishet. Pra ne i kam ronë dhe bishtin. Po ju a shpjegoj dhe këtë pjesë, mos më kritikoni. Tashi që u skuq pak speci, do t'i hudhim pak kryp, që të mori shije speci në vetë vete, do pa tjetër pak kryp, edhe do e ullim pak temperaturën, kur i hedh krypën, që të marri edhe zbutjen, edhe kërcën, që të ngelet mrena, jo të bëhet i qullët speci. I lërgoj dhe këto. Shiko domatën. Te domatja do përdor pak sheqer, se të djegë stomaku. Ja, shumë pak. Një tërime, mund t'i edhe dhe më shumë, se i jep shumë shije, se ishin të tharta. Dhe u thash mu përqyën pamja, po nga mrena dukeshin që ishin ja si të pabome, dhe unë do t'i rregulloj vetë me mënyrat e mia, pak kryp për t'a zbu domate. Edhe për t'i dhënë më shumë shije, do përdorim pak spec të kuq edhe për ngjyrë. Shumë pak, unë si teproj më shumë se një lugë kafe, dhe 2 thërime me pikante, se Fërgesa aty e ka. Ja, shumë pak. Gjitha me karar, mojt gishtave, se nuk na bëjnë mirë, kur dëshiron i hudhe dhe pa hesap, po unë për vete jam e rezervume, hudhe edhe i pik ujë të ngrohtë, që të zi pak domatja, se zemrat janë pjesa e zemrave, e ju thash që nuk ishin të më gënjeu pamja, ja, nuk hudhim i pik ujë të ngrohtë, dhe do t'a muloj super. Duke e pa rreth 10 minuta, flaka do jetë e ullët, që domatja të marri shijen edhe aromën. Ashtu domatja është botë si puna e salsës, që pregatitet edhe për makarona, e plot, domatja ka zi, po i hudhim edhe një 2 lugë të plota me gjizë. Jo shumë gjizë, të dominoj edhe domatja, edhe nga aroma, edhe nga shija. Ashtu i hudhë 2 lugë me 2 lugë me gjizë. E po e kam, gjizë dele, gjithmonë, tjetë sa më e mënyrshme, se ashtu e kërkon ajo, jo me kokriza. Do thash edhe gjiza duhet me karar, jo fut e bjerë, se i hum lezeti i Fërgesës. Nuk është e kursen, se gjizë është, po duhet çdo gjë me karar. Edhe i pik ujë të tretet pak gjiza, ja, shumë pak. Po thuj se me pikatore, një lugë gjelle. Kjo do përpunohet tashi me temperaturë shumë të ullët, derisa të fillojnë t'i dalin plluzkat kështu, edhe del dhe ynyra, atëherë ajo merr aromën e duhur, aromë Fërgese, edhe e lejmë tashti
që të dali ynyra, se kanë dhe specat ynyr, dhe kur të prohen gjonat bëhen dhe të bajodisme, se është vap, ynyra duhet jetë shumë e kufizume. Është jeli, ju thash, që fërgesa e ka, avash, e atu pjek në i qikë dhe tu dali ynyra sipër, atëherë ajo është e pjek me plotësisht. Gjithmonë 7-8 minuta dori që të dali thluskat dhe ynyra të dominoj sipër, po e pat që ynyra në temperaturë shumë të ullët fillon dhe del mbi sipërfaqe, atëherë do ta zbrazni ona e në ku të dëshironi, o në pjatë. Dreka ka përfundu edhe unë e fikë dhe e lej në këtë temperaturën e ullët të vaprës. Speca, po i shtyr pak, mu më pëlqenjë mos e fus në fërges, kanë më shije kështu. I kap nga bishtat, thash që bishti është tamam si puna pirunit. Kështu i bënte nëna ime, lente atëherë se ishin gjona fshatin atë kohë. Tashti e kam hazur për të zbraz dhe fërgesën. Ky ishte edhe gatimi im Tiranës për sot. E kam bo ashtu si që duhet, si që ma kam su nona ime, e thjesht edhe shumë e shishme, na bëft mirë.